Kur sonte të bjen nata, për besimtarët musliman kjo nuk është vetëm mbarimi një dite Ramazani, por fillimi një nate që për nga vlera është më e madhe se 1000 muaj. Kjo natë e shenjtë e përmendur në Kur'an konsiderohet momenti kur mëshira hyjnore zbret mbi tokë dhe kur mes lutjeve të krijesave dhe krijuesit nuk ka perde. Në fakt, besimtarët e kërkojnë atë në 10 netët e fundit të Ramazanit, veçanërisht në netët teke. Megjithatë, sipas shumë dietarëve islam, ajo besohet të jetë nata e 27 e Ramazanit, e cila është sonte. Në pritje të natës që te kalon kohën e jetës për nga vlera, në xhamin e Mahallës në Gostivar u organizua një program i bukur fetar, ku mori pjesë edhe muftiu i Gostivarit Sabaudin Sendeli. Ai foli për rëndësinë dhe madhështinë e kësaj nate dhe theksoi se e njëjta është një mundësi e rrallë për besimtarët që të afrohen më shumë me Zotin përmes lutjeve, pendimit dhe veprave të mira. Ai dha disa porosi të vëra për besimtarët, duke theksuar se është e pëlqyeshme që kjo natë të kalohet në adhurim, në lutje të sinqerta, në lexim të Kuranit dhe në reflektim për jetën dhe veprat. Sonte ne rastisim në natën e 27, që sipas shumicës së dietarëve islam e kanë pranuar se është nata e Kadrit. Dhe kjo natë e cila është natë e vlerës, ku njeriu Allahu xhaleshanuhu nëpërmes zbritjes së fjalës së tij ja ngriti vlerën njeriut. Kjo natë është në cilën Allahu xhaleshanuhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shpellën Hira i zbriti fjalët e para të Kur'anit familjar. Lexo, që të lexojmë Kur'anin familjar, të lexojmë pejgamberin alayhis salam, të lexojmë jetën tonë, të lexojmë të kaluarën tonë. Të jemi nga ata të cilët do të ngrisim vlerën tonë me këtë natë të bekuar. E dyta, kjo natë është natë e ibadetit, që besimtarët në këtë natë duhet që Kur'ani familjar të jetë në duart e tyre. Atë ta lexojnë, atë ta kuptojnë dhe nga kjo natë të bëjnë vetë llogarin për jetën e tyre. Sa mbajnë lidhje ato me të madhin Zot, sa mbajnë lidhje ato me Kur'anin familjar. Nata e Kadrit ka edhe një kuptim, nata e ngushtë, ngushtohet sipërfaqja e tokës nga melekët, cilët janë prezent deri në agim. Dhe ata melekët cilët sjellin mëshirën, faljen, bereqetin, janë melekët të cilët thuajnë amin të çdo një duaje të cilët besimtarët do ta kryejnë dhe do ta bëjnë gjatë kësaj nate të bekuar. Kjo natë duhet që në familjet tona të ngrit kulmin e qetësisë shpirtërore më të lartën, të cilën e kemi përjetuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe kulminacioni i ibadeteve tona, i lutjeve tona të përkufizohet në këtë natë. Programi u shoqërua me këndim të Kuranit, ilahi dhe ligjërata fetare, që theksuan mesazhet dhe domethënien e natës së Kadrit. Falenderoj Madhin Zot që na mësoi të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. A ka nivel më të madh se kjo? A ka begati më të madhe se kjo? Të arrish natën e 27 të muajit bekuar të Ramazanit. Natë në cilën Allahu fuqi plot shikon me mëshirën e tij, me faljen e tij. Lutja dhe prezenës, sotin e plesirit, natën e pëmbukur, koha e syfirit, botën e pëmbukur, firja e zarit, vitin e pëmbukur, muj Ramazani. Në këtë natë të mbushur me shpresë, besimtarët largohen nga përditshmëria për t'u afruar më shumë me Zotin. Mes lutjeve, leximit të Kuranit dhe reflektimit, ata kërkojnë falje dhe mëshirë, me bindjen se nata e Kadrit është një dhuratë e rrallë që mund të ndryshojë rëndësinë e peshore së veprave të njeriut gjatë jetës.